Si çfarë procedurë? Domethënë një grua pra që dëshiron të ketë një fëmijë me fekondim artificial apo një çift, pra çfarë bën? Ku drejton? Pra drejton në një klinikë private. Për shembull, jo vetëm në klinikë private, se tashmë ne ofrojmë edhe në maternitetin Koço Glozheni, është edhe në shtet. Po, është edhe në shtet. Ky çifti ose kjo gruaja që dëshiron të jetë një mama single ka të drejtë të marrë informacion për donatorin, cilat janë kushtet që gjithë procedura që ndjekim, por dhe proceset ligjore. E nënës, është zgjedhje e nënës për ta ditur ose jo. Në dijenin time zgjedhin për të mos e ditur kur janë nëna single, në mënyrë që mos ketë pretendent më vonë. Por në dijenin time nuk duan të dinë se kush është dhuruesi. Ka shumë në Shqipëri që kemi raste të rralla, por unë jam pro dhe kanë bërë shumë mirë që e kanë bërë. Pse jo? Secili duhet ta shijoj të gjithë ciklin e jetës. Cikli i jetës është të lindësh dhe të arrish të riprodhosh. Cilat janë përgjegjësitë që donatori ka mbi fëmijët që mund të vinë në jetë për shkak të dhurimit të spermës së tij? Unë e di se është temë që përbën kuriozitet pra popullor përveç për këtë nuk është se kam shumë informacion them drejtën, por mendoj që dhuruesit që janë me pagesë, ai shkëputet më pas se nuk ka asnjë lloj të drejtë më, nëse ai paguhet për këtë gjë, ka zgjedhur ta shesi materialin e tij genetik, nuk ka asnjë të drejtë mbi fëmijën që